Hajde Dali, po hajde. Tani dhe flasim për evenimentin më të rëndësishëm në rrezullin toksor, kryesisht për gjithë shqiptarët e Big Brother. Janë pa legë me legë lafët. Tashti. Rama flesh do ditë me llafë. Aisha vetë ai do kishte rrogën, nuk ishte parë botës. Përgjigju gazetari. Tani si shihni këtë, kush do të fitojë valla? Kush do fitoje? Ai që të jetë më i miri. Jo, po kush më nuk kena emër në gjodi që nga programi. Precizoje. Tani Dalipi siç e pa vetë është domethënë i rezervuar në vetvete, pasi do të ha bukë edhe me PD-n edhe me PS-n, po ti e di që me të dyja anët sikur secën si metodë pune, ndaj duhet kishte parë një percepcion më të mirë të filozofisë së tij udhërrëfyse. Sot duhet patur parasysh që zgjedhjet e 11 majit po vinë me hapa të vrrueshme dhe të gjithë janë futur në fushat elektorale dhe kanë nezur projektorët e elektoratit. Tani duhet patur parasysh që ka patur tubime. Dhe në kapi copyrighti po mos e kthen njerëz. Të sheshin në Tereza i Partisë Demokratike me datë 11 prill në orën 19, po ashtu ku është kjo vëllazë, harrove. Me 12, po ashtu me 12 prill ka patur këtu te sheshi Skënderbej Partia Socialiste një tubim. Jetu është publik. Një tubim. Edhe si vlerësove këto tubimet? Tani programi i PS-s me programin e PD-s ka ngjashmëri, domethënë për sa i përket mirëqenies popullit, po siç e tha dhe analistët e ekonomisë, i kushton buxheti i shtetit miliarda dollar premtimet elektorale. Po, fushata. Po, atë po mendoja edhe unë. Po mendoja edhe unë. Ka fjalën se ka shumë leksa hidhen për fushata, sikur të hidheshin për 4 vite, të kishin qenë Shqipëria tjetër nivele valla. Ja, pyetja është domethënë që ata bëjnë premtime elektorale që i kushtojnë buxhetit të shtetit shumë, domethënë se duke patur parasysh nga paga minimale 1200 euro, nga pensioni 500 euro, nga minimumi jetik plus 200 euro, gjitha këta domethënë nuk është e mundur realizimi i tyre, pasi siç e dini Shqipëria tërheq valuta domethënë për të paguar administratën e punonësit publik, dhe kështu që gjithë këta janë misioni i pamundur, domethënë i secilës nga forcat politike. Por siç e dini kanë të drejtë që 40 deputetë partitë politike në parlamentin e ardhshëm dhe do të zgjedhin më të mirën. Kush është ai që është më afër popullit nga këta Gazo? Si e shef ti situatën? Se po veri në gjitha takimet nëpër qytete ndryshme duke bërë këtë fushatën, ka rënë edhe numri atyre që marrin pjesë. Është e vërtetë, po tani duhet patur parasysh që në 2013 kur PS-ja erdhi në pushtet, në fushatën elektorale të 2013-s në Partinë Socialiste erdhi Tony Blair. Dhe ai domethënë ndikoi pak në vrrullin e Partisë Socialiste që të vinë në pushtet. Kurse tani në 2025 është Lacivita PD-ja. Po duhet patur parasysh që imazhi i PD-s është nxirr. Pra ti po thuaj që me Tony Blair fitoi PS-ja, tani me Lacivitën mund fitoj PD-ja. Atë pretendon Berisha. Pretendon Berisha, po kjo gjë nuk është e mundur, pasi nuk është e mundur, meqense njëri në Telebingo fitoi 100 milion. Nuk është e thonë që do fitoj edhe ai tjetri domethënë që bën. Kështu si ishte. Ishte kaq kollaj se kishin fituar të gjithë. Ai ishte thelbi i bisedës time. Po pse ka rënë ky numri? Që mos mik nga ajo. Pse ka rënë numri i pjesëmarrësve në përfushata, në për to takimet elektorale, në mitingjet? Po tani siç e dini diaspora interesi i njerëzve. Diaspora voton. Ata 250.000 që ishin si ara të thjesht që bënin zhurmë domethënë politikën shqiptare, ata janë jashtë shtetit. Ata domethënë votojnë. Edhe tani DL-ja i merr të gjitha zarfet. Edhe shumë lekë janë hedhur aty Gazo. Është vërtet 10 milionë euro, 10 milionë euro. Po duhet patur parasysh që kursi i euros dhe i dollarit për Big Brother. Bella ciao. Edhe tani duhet. Hajde legjend, hajde këtu, hajde mos e ty.